duhet Putini ta bënte një letër të tillë, në rast se Rusia është humbse, sipas letrës së Zelenskit. Dhe jo Zelenski që është fitues. E qartë. Pra tregon dobësi totale. E pesta është, dhe sërish vjen Evropa në lojë. Evropa ka përcaktuar, është në bisedime dhe aktualisht jo zyrtarisht, tashmë po thuhet se doli presidenti i Finlandës, tha që unë do jem personi që jemi marrë vesh në Evropë që të bëj negociatorin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Presidenti i Finlandës. Po, presidenti i Finlandës. Ndërkohë që presidenti i Finlandës është një figurë e papranueshme, pra çdo figurë politike aktuale në Evropë është e papranueshme si negociator me rusët. Është e papranueshme për arsye se janë qenë palë. Pra ti nga palë nuk mund të bësh negociator, nuk mund të bësh i paanshëm. Trumpi u pranua si negociator për arsye se Trumpi vërtet ishte amerikan, po Trumpi ka qenë është shprehur kundra luftës në Ukrainë, që kur ka nisur që në 2020. Dhe për këtë, qëndrimi ka qenë i tillë dhe për këtë arsye u pranua nga rusët si negociator në këtë mes. Se nuk ishte palë si individ, pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin palë. Kurse këta janë individ, pra presidenti i Finlandës e të tjerët janë shprehur edhe me fjalë të rënda ndaj Rusisë. Dhe kjo ata i ka bërë palë dhe nuk mund të bëjë negociator. Dhe kjo bëhet në aspektin sepse Putini deklaroi para disa ditësh që unë do të pranoja si negociator midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë Schröderin, ish kancelarin gjerman. Schröder. Pra Putini mund ta pranonte Schröderin. Po, Schröderin, tha unë do ta pranoja Schröderin. Dhe Schröderi aktualisht ndodhet në Rusi, ka vajtur në forumin ekonomik ndërkombëtar që po zhvillohet në Shën Peterburg. Në Shën Peterburg, po, Shën Peterburg e pash atë. Është i ftuar aty Schröderi. Por problemi është që kryetari i Komisionit Parlamentar, që është kjo nazistja Ursula von der Leyen, normalisht që me Schröderin pra janë rival politik në Gjermani, kanë qenë rival politik në Gjermani dhe nuk mund të pranojë që Schröderi të përfaqësoj sepse humbet vlerat kësaj dhe kjo do të dërgojë një person që e kontrollon kjo dhe jo një person që nuk e kontrollon dot kjo. E qartë. Prandaj edhe kjo letër ka ardhur në tillë dhe kjo letër pastaj ka ardhur edhe në një moment tjetër. Dje kur është publikuar kjo letër, po dje ka filluar forumi ekonomik ndërkombëtar në Shën Peterburg dhe po dje është sulmuar Shën Peterburgu nga Ukraina me drone. Është sulmuar dje me dron nga Ukraina Shën Peterburgu. Dhe në rast do ndihmoj regjia me disa harta që kam sjell. Po, regjia janë ato hartat që nisëm në fillim. Po, me ato avionët që tregojnë. Ja, këto harta dhe kjo harta tregon gjatë kohës që janë bërë sulmet. Pra gjatë kohës që janë bërë sulmet, gjitha këto fluturime, këto që shihni, këto janë fluturime të avionëve të NATO-s që bëjnë zbulimin strategjik. Po. Dhe këta janë avion që kanë zbulim strategjik 250 deri 550 km. Pra këta janë avionët. Avaksat. Dhe këta avion kanë fluturuar dje gjatë gjithë kohës që kanë qenë në ajër, gjatë gjithë kohës që dronët Ukrainas kanë fluturuar nga Ukraina, kanë hyrë në territorin evropian, në këtë territorin e vendeve balltike dhe kanë goditur Shën Peterburgun në fund atje. Sipër. Pra, fluturimi i tyre në të njëjtën kohë dhe avionëve të NATO-s në të njëjtën kohë kanë mbuluar fluturimin e dronëve, kjo është Shën Peterburgu, pra ka mbuluar fluturimin e ky është një avion tjetër Avax që i përket Suedisë dhe ka fluturuar mbi territorin e Finlandës në kufi me Rusinë. Gjatë gjithë kohës që dronët fluturonin, pra në momentin që fluturojnë dronët dhe në momentin që fluturojnë edhe një sasi e madhe avionëve, atëherë këta kanë mbuluar kalimin e dronëve Ukrainas në territorin e NATO-s. Dhe jo vetëm që e kanë mbuluar, por edhe e kanë dirigjuar, sepse në momentin që këta janë ngritur, këta kanë arritur të kapin veprimtarinë e forcave kundërajrore, gjendjen e forcave kundërajrore të radarëve rus, duke i mundësuar dronëve që të depërtojnë në këtë rrjetën dhe të godasin objektiva në Shën Peterburg. Pikërisht dje kur bëj forumi, kur ka nisur forumi. Pra letra ka ardhur dhe letra tërheq vëmendjen e asaj çfarë në realitet është. Dhe për këtë arsye kjo e bën të pamundshme Evropën si një pjesëmarrëse në këtë tavolinë për të zëvendësuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është pamundur që Evropa të zëvendësojë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është pjesëmarrëse totale në të gjitha këto lojra që po bën. Pavarësisht tentativës së saj për të zëvendësuar Amerikën në pra jemi larg dritan, jemi shumë larg asaj. Me që po vinë zgjedhjet në SBA, thash mos jo, jemi shumë larg asaj, nuk ka mundësi dhe për këtë arsye tashmë edhe vendet të ndryshme evropiane kanë filluar dhe hyn në bisedime direkt me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështje të ndryshme. Kështu që deri në nëntor po thua sinjalet janë larg.
ofensiva ruse vazhdon njëkohësisht. Shiko, nuk ka ofensiv, do të kemi parasysh. Ai sistemi që paralajmëroi vazhdon lufta, aktualisht në të gjithë vijën e frontit rusët janë në avancim. Pra nuk ka tërheqje të forcave ruse, nuk ka humbje të territorit nga ana e Rusisë, po ka humbje të territorit nga ana e Ukrainës. Ka përqendrime diku të forcave për arsye të nevojave operacionale dhe taktike. Por nuk është një ofensiv në konceptin e ofensivës, pra kanë mbaruar koncepti i ofensivës aktualisht për shkak edhe të teknologjisë, për shkak edhe të zhvillimit të doktrinave luftarake dhe të teorive luftarake të reja, për shkak edhe të kapacitetit të intensitetit të madh të luftës dhe zbulimit elektronik të madh që ekziston, është e pamundur sot që pikërisht në Ukrainë të arrish të krijosh më ofensiva të mëdha si në konceptin siç kanë qenë ofensivat e mëdha, dhe kjo do të kërkojë nevoja të mëdha për ndryshimin e doktrinave ushtarake, doktrinë cilën NATO-ja dhe as vendet e tjera të NATO-s, të cilat bëjnë pjesë edhe neve, nuk e kemi marrë parasysh dhe nuk kemi ndryshuar asnjë doktrinë, asnjë taktikë luftarake, asnjë. Pra, vazhdojmë të operojmë me konceptin e doktrinave të vjetra dhe taktikave të vjetra ushtarake, ku ti mund t'i grumbullosh një batalion në një vend. Sot ti nuk mundet të grumbullosh më shumë se 50 veta në asnjë vend, sepse kudo që ta grumbullosh të 50 vetësh, ai është i zbulueshëm sot, qoftë nga dronët, qoftë nga avionët, qoftë nga satelitët, dhe duke qenë se dronët sot kanë marrë një kapacitet të madh, por edhe artilleria kundërerore, edhe artilleria toksore ka marrë një kapacitet të madh dhe është rritur sasia, pra ka sot artilleria që prodhojnë sot edhe amerikanët, edhe rusët kanë arritur që të shkojnë deri në 75 kilometra. Pra ka qenë deri 45-30 vjet, tashmë shkojnë deri në 75 kilometra një artillerie thjesht, një top 152, një top 150, 155 shkon deri në 75 km dhe plus që shkon deri në 75 km, predhat kanë filluar prodhojnë predha inteligjente. Pra e lëshon predhën dhe predha mund edhe të devijojë, pra të ikë dhe të drejtojë të godasë objektivin. Pra një gjë e tillë ta pamundson ty grumbullimin e forcave dhe të pamundson bërjen e një ofensive në konceptin e vjetër. E qartë. Dritan, jo më kot sot, domethënë kam lënë hapësirë në fakt për diskutuar rreth një fenomeni që po ndodh në Shqipëri, që në fakt ka marrë vëmendjen e gjithë botës, që janë protestat që shpërthyen për sa i përket asaj që planit dhe projektit Jared Kushner dhe Ivanka Trump në Zvërnec. Pash një koment tëndi në Facebook, do doja shumë një këndvështrim tëndi në raport me mënyrën si shikon ti këto protesta. Protesta është një organizim kolektiv për të shprehur një pakënaqësi në rrugë, duke qenë se atë pakënaqësi dhe atë shqetësim që ti ke, pushteti nuk ta ka marrë parasysh kur e ke shprehur në mënyra zyrtare në rrugët e përcaktuara zyrtarisht nga shteti. Ky është definicioni. Pra, ky është definicioni i protestës. Pra, duke qenë se shteti nuk të ka marrë parasysh kërkesat e tua, nuk ka marrë parasysh, nuk ka do të dashur të dëgjojë ty afare, ka marrë vendimet e veta. Pra qeveria ka marrë vendimet e veta pa të pyetur, pa të marrë mendimi, pa asgjë, atëherë në moment ti je i detyruar të drejtohesh protestës që qeveria të dëgjojë protestën, sepse qeveria dëgjon protestën dhe nuk të dëgjon ty në rrugët zyrtare që ka përcaktuar të dëgjesës. Çdo lloj proteste është e nevojshme, sidomos në vende si Ballkani, ku pushteti i gjatë automatikisht kthehet në autokraci. Dhe pushteti i gjatë në Shqipëri, në çfarëdo lloj pushteti që kalon, çfarëdo lloj qeverie që qëndron mbi 8 vjet në pushtet në Shqipëri, kthehet në autokraci. Nuk mund t'i ikësh kësaj. Sepse jemi një vend i vogël, kemi një eksperiencë autokratike, vazhdojmë dhe njerëzit, duke qenë se jemi vend i vogël, kemi interesa të ngushta dhe jo interesa të mëdha. Pra njerëzit janë të lidhur me interesa të ngushta të vogla, ato jo nuk shohin gjër. Pra unë shoh juve vini sot në pushtet, unë kam interes të ju mbështes juve se unë do hy në punë, do fus në punë, do marr një leje toke, do marr një leje ndërtimi, do marr një pra gjithnjë bëhet për interesa të ngushta dhe në rast se kjo bëhet për interesa të ngushta krijohet një lloj varësie e besnikërisë në mënyrë të ngushtë dhe unë ta jap këtë, ti më kërkon votën, unë ta jap ti më kërkon votën, po kjo nesër kjo ty të jep dhe duke qenë se ti duke marrë këtë votën time, duke marrë këtë mbështetjen time, duke marrë këtë besnikërinë time për shkak të interesit që unë kam pasur, këtë interesit të ngushtë, ti nesër këtë e shfrytëzon dhe i jep vetes të drejta më të mëdha, të cilat unë nuk mund t'i kundërshtoj për arsye se ti më ke dhënë diçka që ndoshta më takonte, por e ka marrë përpara se ta merrte dikush tjetër që takonte më përpara se unë. E qartë. Është një lloj skllavërie drejt. Pikërisht. Dhe në moment që futemi në kjo të çon drejt një autokracie të pashmangshme. Prandaj çdo lloj qeverisje në Republikën e Shqipërisë që kalon mbi 8 vjet është autokratike dhe nuk duhet të qëndrojë më. Pra ne duhet të bëjmë me kushtetutë që vetëm 8 vjet duhet të jetë kryeministri. Pra të ndroj tjetri, vit tjetri, siç bëhet për kryetarët e bashkive, të bëhet për vetëm 2 mandate. Ndryshe ti nuk mund të kesh një kryeministër më shumë se 2 mandate sepse bëhet autokrat.
siç bëhet edhe kryetari i bashkisë, siç bëhet edhe tjetri. SBA-ja fjala vjen Pikërisht, edhe ne duhet ta bëjmë këtë gjë. E para e dyta, dhe çdo lloj proteste është e nevojshme, sidomos në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht ne pavarësisht se flasim për një qeverisë, ne kemi ndryshuar fytyrat në Republikën e Shqipërisë, por që 36 vjet kemi të njëjtin sistem. Sistem kleptokratik në dëm të interesave kombëtare shqiptare. Sistemi i cili ka vjedhur gjithçka çka mundur. Pra, ka marrë atë çka nuk është e tija dhe ja ka shitur më të fortit, ja ka shitur atij që paguan më shumë, ja ka shitur atij kriminalit me cilët e ka ngritur vet. Kemi një qeverisje në sistem në Shqipëri që këto 36 vjet është bërë, nuk mund të dallosh ku është krimi dhe ku është politika. Pra nuk e dallon dot ku ndan krimi dhe politika. Nuk bën dot asnjë dallim sot. Po. Nuk ka ndarje. Aty ku nuk ka drejtësi thotë janë qeverit përveç se banda. Ajo është. Për këtë arsye, unë mendoj që shqiptarët nuk kanë nevojë t'ju shpjegosh ose të analizosh përse duhet protestojnë. Duhet protestojnë sepse shqiptarëve sot nuk ju del rroga për të përfunduar, për mbyllur muajin. Ka shqiptarë sot me mijëra dhe me qindra shqiptarë sot që kanë punuar këto 36 vjet të këtij sistemi dhe nuk munden të blejnë një shtëpi, janë pa shtëpi. Ka shqiptarë sot që kanë punuar 36 vjet në këtë sistem, por kanë punuar edhe një 30 vjet në sistemin që ishte dhe sërish nuk kanë shtëpi. Me qartë. Pse? Sepse sistemi ka ndërtuar një vlerë, ka humbur, ka sulmuar të gjitha vlerat dhe i ka dhënë fuqi një pakice e cila e ka bler mbështetjen politike. Kurse ai tjetër që nuk ka pasur mundësi ta blejë mbështetjen politike, ai është anashkaluar, ai është bojkotuar, ai është sulmuar, ai është injoruar, ai është anatemuar, ai është sulmuar. Për këtë arsye unë nuk mendoj që shqiptarëve duhet t'ju shpjegojmë se përse duhet të protestojnë. Sepse sot shqiptarët, po t'i shohësh kanë mbetur si qyqe mosha e tretë. Pse? Se fëmijët e tyre kanë ikur. Jo se duan, po se nuk munden më të gjejnë një zgjidhje këtu, nuk munden më të ngrenë një të ardhme këtu, nuk munden më që fëmijët e tyre të kenë një të ardhme këtu. Fëmijët tanë këtu nuk kanë të ardhme. Pra, për 36 vjet kemi një sistem i cili ka ndryshuar fytyrat dhe emrat. Për 36 vjet kemi një sistem i cili ka qenë dikur Nano, Berisha, Basha, Meta, Majko, Tashti Rama. Pra këta janë vetëm emra që ndryshojnë, sistemi ka mbetur i njëjtë. Për këtë arsye shqiptarët duhet ishin ngritur dhe duhet ngrihen. Dhe unë për krah këtë protest, pavarësisht se do kemi gjithë shumë njerëz mund të thonë që këtë protestë ka organizuar filani, pra normalisht që çdo protestë në fillim nis për arsye të caktuara për interesave politike, të interesave ekonomike, të interesave të grupeve të interesit, pra kështu nis çdo protestë në fillim. Sepse lufta nuk merremi vesh dhe hajde të dalim 10.000 veta në mal. Jo. Edhe në mal në fillim del një grup i vogël, prej 5 vetash, fillon të bën veprimtari luftarake ndaj armikut, edhe për ndaj atij grupi ti mund të gjykosh, paragjykosh, dakord. Por ama masiviteti pastaj me çfarë do lloj qëllimi që të jetë çdo individ dhe çdo grup që të ketë dalë në fillim në këtë protestë, ta ketë organizuar këtë protestë, në momentin që ti e bën masive protestën, atëherë qëllimi atij është bërë zero, sepse masiviteti i protestës me një kërkesë të vetme dorëheqje e qeverisë automatikisht çdo lloj qëllimi që të ketë nisur kjo protestë e bën zero dhe jep fuqi masivitetit. Prandaj konspiracionet mund të ekzistojnë, ka njerëz që duan të marrin protagonizmin dhe vazhdojnë që pse vuajnë nga protagonizmi, sepse protagonizmi në Shqipëri në këto 36 vjet është bërë valutë për të ecur përpara, është bërë valutë politike. Pra tipo protagonizëm nuk bën dot përpara. Dhe shkëmbimi. Pikërisht, dhe kjo valuta politike është gjithë protesta. Prandaj shumë do dalin dhe do kërkojnë të marrin të protagonizmin, por masiviteti e mbyt protagonizmin. Për këtë arsye unë do thosha që duhet i bashkangjiten njerëzit kësaj proteste, duhet të protestojmë. Për sa kohë protesta është gjenuine, sepse nuk mund të rrim gjithnjë me mendimin që jo po kjo është, pra ti duhet të dalësh, ti duhet të protestosh, o duhet të bashkangjitesh sepse nuk mund të lëvizim gjërat, nuk mund të ndryshojmë gjërat. Edhe në rast se nuk arrim të rrëzojmë qeverinë, pra nuk e zëm se në një moment caktuar protesta u shua për diçka tjetër. Ama prapsërisht i tregoj qeverisë dhe gjithkujt tjetër që e para neve këta njerëz nuk, sepse një nga thirrjet e protestës atje që vazhdon një është Rama dhe Berisha në burg. Pra po tregon që këta janë dy personat që na kanë marrë peng jetën tonë. Kanë 36 vjet që këta dy persona janë pushtet, kanë 36 vjet që këta dy na kanë marrë peng jetën neve, dhe tashmë neve po bëjmë se hirë se si këta dy persona duan që edhe 30 vjet tjera t'ju marrin jetën peng fëmijëve tanë. Pikërisht. Pra Rama Berisha në burg. Pra edhe në rast se nuk arrihet rënia e qeverisë. Kjo lloj thirrje, kjo lloj proteste ju ka dhënë atyre një mesazh të qartë që këta njerëz nuk i do më kusht. Dhe kjo është se do jap indikimin e vet në votimet e ardhshme. Dhe ka për ta dhënë ndikimin e vet në votimet e ardhshme.
Po si do e javi, se këto nuk janë forcë politike. S'ka gjë, po njerëzit ndikohen, pra njerëzit po shohin sepse protesta si thash është një veprim i madh, i sinqert dhe tregon që edhe ata nuk është vetëm askush. Pra edhe ata që mendojnë njësoj, po që sot për arsye të ndryshme nuk dalin në protestë. Sepse mund të kenë arsye, ka një dyqan, ka një fëmijë në punë, ka një grua diku në punë dhe këta mund t'ja heqin në shtet. Sepse funksionon autoritarizmi këtë ka. Të cënon aty ku ti je më i prekshëm, i cënushëm. Dhe ti, në momentin që ke diçka në familje, që ti je i cënushëm te ekonomia, ta cënon këtë. Dhe ka shumë njerëz që mendojnë njësoj. Po deri më sot kanë menduar se kanë qenë të vetëm. Në moment që ai shef që në rrugë ka 5.000 veta, 10.000 veta, 20.000 veta, 30.000 veta, apo thotë, unë nuk jam i vetëm. Vërtet atje nuk dal. Po nesër ai e di që këta 30 veta do votojnë njësoj siç do votojë edhe ai. Pra ai do votojë kundra edhe ata do votojnë kundra. Pra nuk është i vetëm nesër në votime. Pra kjo, sido që tjetë, çdo proteste ka një të mirë. Edhe në rast se nuk arrin qëllimin final të rrëzimit të kësaj qeverie kuislinge. Dhe të kësaj politike anti-shqiptare që 36 vjet ka marrë peng jetrat tona. Sërish, çdo protest me pjesëmarrje masive tregon edhe njerëzve që e mendojmë njësoj, pra edhe ai që s'ka mundësinë nuk është vetëm. Dakor, Dritan, po problemi është që të shkoj tek, le të themi, tek krijimi apo që tjetë një shkëndi, se paka shumë kjo, një shkëndi që të ndezë atë zjarrin për të futur në furrë gjithë sistemin më pas dhe për të ndryshuar. Si do ta bëj kjo protest në një kohë kur në zgjedhje kemi 2 parti ende të cilat numrojnë votat, kjo është një luftë. Kanë komisionerët, unë ju kuptoj, po. Kontrollojnë gjithçka. Po, kjo është një luftë. Atë do kemi një gjë. Kjo është një luftë. Dhe lufta është me faza, pra. Do ta luftën e konceptojmë edhe protestën konceptoni si një operacion ushtarak. Ja, nga ty e pres këto. Operacionet ushtarake janë me faza, pra faza e parë, faza e dytë, pra hapi i parë, hapi i dytë, nuk shkojmë nga i pari te i fundit. Hapi i parë është masiviteti i protestës. Me një kërkesë të vetme, dorëheqja e qeverisë. Pra ky është masivitet. Masivitet do të thotë që të dalim në Tiranë në protestë, ata që janë në Tiranë dalin në Tiranë, ata që janë në përrethe të dalin në përrethe në protestë. Në të njëjtën orë që bëhet protesta këtu dalin atje, sepse të tregojnë që gjithë Shqipëria është kundra, gjithë Shqipëria është një, e mendojmë njësoj dhe gjithë Shqipëria është një lëvizje. Protesta është një mosbindje civile. Pra tregon që kjo mosbindje civile nuk ekziston vetëm në Tiranë. Mosbindje civile ekziston në Vlorë, në Gjirokastër, në Berat, në Korçë, në Fier, në Shkodër, në Kukës. Është mirë që protesta të bëhet në të gjithë vendin në të njëjtën orë. Shikoni, njerëzit do të kuptojnë një gjë, sepse 97-ën jemi një brez që 97-ën kemi jetuar gjithë, pra. Shumica. Po. Edhe atëherë në 97-ën protestat në fillim ishin vetëm në Vlorë. Një muaj. Filluan në Vlorë, një muaj dhe askush nuk tërhoqën në një vëmendje të madhe, e izoluar. Në momentin që protestat u shpërndan në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në Lushnjë, në Fier, në Shkodër, në Krujë, në Korçë, pra bëheshin protesta në gjithë Shqipërinë. Kjo solli rrëzimin e autokracisë të Berishës. Sepse i tregoi që nuk është Shqipëria më me ty, nuk të do. Dhe e njëjta gjë duhet bërë tash. Pra masivizimi nuk duhet vetëm në Tiranë, masivizimi duhet gjithandej. Faza e parë është masivizimi me një kërkesë të vetme, edhe atje një kërkesë rrëzim dorëheqja e qeverisë. Faza e dytë, pasi vim në fazën e dytë. Faza e dytë është normalisht kur bie qeveria atëherë çfarë do bëhet? Duhet krijuar një qeveri teknike. Dhe faza e dytë, kjo protestë zhvendoset nga kryeministria te presidenca. Sepse qeverinë teknike pastaj e ka presidenti në dorë ta krijojë. Dekreti i presidentit. Dhe në këtë moment qeverinë teknike duhet krijuar me bazë të gjerë popullore, me njerëz profesionistë të fushës së digastereve institucionale, pra Ministri i Financave do të jetë ekonomist, Ministri i Shëndetësisë do të jetë mjek. Në qartë. Të ministrat e tjerë, pra, me figura të cilat kanë eksperiencë drejtimi dhe eksperiencë në fushën e tyre, pra jo me njerëz që kanë mbaruar sot universitetin e mjekësisë ose për shkenca sociale ose për marrëdhënie ndërkombëtare dhe ti e çon atje. Pra njerëz që kanë, unë nuk po them që të marr sot një pedagog të marrëdhënieve ndërkombëtare, ta çosh atje ai vetëm nga ana teorike është pedagog. Pa duhet marrësh një person që ka eksperiencë në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, që ka shërbyer gjatë të dhe ta vësh ministër të jashtëm. Por që ka treguar që nuk është pra persona të cilët janë apartiak, pra s'kan qenë antar partie, nuk janë antar partie, nuk janë antar shoqatash të këtyre shoqatave të Sorës të këtyre tjerë që vinë vërdall, pra njerëz me integritet të Shqipëria ka. Dhe këta njerëz i vë atje dhe pastaj pasi arrihet hapi i dytë, shkojmë në hapin e tretë. Kjo qeveri teknike.
ka për detyrë të ndryshojë, të bëjë një kushtetutë re dhe të shkojmë në referendum.